le më mirë. Floko, ta le apo një parë një mbrapa apo? Apo kështu? Ha? Po Gjeki po thot kështu po. Ha. Ju lutem për ma emisioni, mos në visi pak paniti, rritë me 5 minuta këta rundina. Faleminderit. Të lutem. Gati, Gjuna?
Domini Bayern ballet me Realin e Madridit. Vërtetësi bizanësh për historia tet, por fusha është ajo që vendos. Ndërkohë që në Londër Arsenal sfidon Sporting, një duel vërtet ritmi, guximi dhe ambicie. Dy ndeshje, një natë dhe miliona emocione. Kjo është Champions League, aty ku lindet herojnë dhe shkruhet historia. Përshëndetje miq të tring, nga unë Eva Murati, vi takohemi si gjithmonë në studio Champions League me miqtë e mi Derin Zalla, Derion Gjafa, avokat Envi Hicka dhe Lori Kcana. Të nisim me njëherë diskutimin me të ftuarit tanë për një jetën brendje fantastike Champions League që në mënyrë të padiskutueshme do të jetë vërtet elektrizuese dhe padyshim për fjala është përballja Bayern Real Madrid. Në fakt bavarezët kanë arritur të marrin një fitore shumë të rëndësishme në Bernabeu. E megjithatë, skuadra e Realit dhe Madridit ende e ka thënë fjalën e vet të fundit në një kompeticion që për të vërtetën duket sikur është habitati i tyre i preferuar. Rik, nuk e di, një përballje që s'besoj se ka nevojë për shumë fjalë edhe për shumë reklam për të vërtetën, ashtu siç mund të shtojmë në jargonin sportiv, po pa i shtuar shumë lulka dhe fjalë të tjera, është një finale e parakoshme. Është një finale e parakoshme, edhe nëse nuk është kjo finale e parakoshme, në fazën e tjetër në gjysmëfinalet do jetë edhe një tjetër finale e parakoshme. Vërtet. Sepse tek Parisi, që është një nga pretendentët për të mbajtur dhe për ta ruajtur titullin, dhe është një nga kjo ndeshje sonte është një nga, le të themi, duelet më prestigjioze në historitë të futbollit botëror. Jo sepse edhe tani janë në ekipe që janë, por në histori të këtij kompeticioni betën skuadra që e kanë fituar shumë herë, për Realin nuk po flasim më, por edhe Bayerni është një mësuar të shkojnë. Kështu që është prestigjioz, janë dy ikona të këtij sporti dhe betën nga pak si po shkojnë futbollin nga pak ato klube që akoma janë shoqata. Nuk janë në princip, janë shoqata, me mira antar, me një bord. Ja, ka dhe një domethënie shumë bukur. Shumë interesante, vërtet. Gjafa, nuk e di, besoj tek skuadra e Realit Madridit, duket se kanë me sumime të qarta, praktikisht, sepse nuk kanë asgjë për të burë, shpërpresin ndeshje me ritëm të lartë, jashtëzakonshëm, ashtu siç e mësuar në Real. Ato se Reali ka një veçori ndryshe nga skuadrat e tjera, por sikur mentaliteti. Nuk flas vetëm te kryetarët, se kryetarët janë shumë që shkojnë në vite detar ndron, por mentaliteti që ka si klub. Se fakti që shkon kudo, pavarësisht se si mund të ketë në ndeshjen e parë ose mund të dalë në rezultatin e ndeshjes së parë, është një skuadër që gjithmonë shkon për të fituar, për të kualifikuar, sepse jo vetëm se s'ka gjë për të humbur, por e quan detyrim pjesën e kualifikimit. Kundrejt do kundërshtarit, sepse ne kemi thënë shpesh që Bayern në këtë moment është më formë se Real Madrid, prapë në ndeshjen e parë Real Madrid e bëri ndeshjen e tij. Kundrejt edhe skuadrës më formë që ka qenë këtë edicion në UEFA Champions League. Kështu në këtë kundërshtim besoj që jo vetëm që do shkoj se s'ka gjë për por do shkoj për të tentuar kualifikimin, sepse do të shkoj deri në fund mentaliteti që ka kjo skuadër, ky klub, që asnjëherë nuk ndërzohet kundrejt çdo vështirësie që mund të ketë fare. Mëse vërtet, Vingri është premtuar praktikisht një atmosferë jashtëzakonshme nga ana e tifozëve lisbonase. Megjithatë, pak më herët pamë edhe statistika që duket sigur nuk e favorizojnë shumë skuadrën e Realit Madridit, Tifozëria do jetë një tifozëria e Bayern Munich është shumë e madhe dhe shumë e zgjatë. Nuk e favorizojnë ka 9 punkte aty, por statistika nuk është statistika. Unë do të kujtoj vetëm një gjë që Bayern Munich, kur ka fituar ndeshjen e parë jashtë, ka qenë në 1992 vetëm një herë që punë parë. Është numëruar nga Inter, vetëm një gama në 0, në Inter do të mundë të shkojë në fakt, nga Inter. Është Inter i famshëm atëherë që fitoi Champions League para në vizion 2010. Dhe në të gjitha rastet e tjera, ku Bayern ka fituar jashtë, është kualifikuar. Nuk e di zon do sot, me Realin e kanë të kundër, sepse fitoi me Realin në shtëpi do mund me gjë në Madrid. Pra, këto janë pak a shumë disa statistika nuk orientuese. Numrat dhe shifrat që na dhanë gjë tani, krahasim për një klub të Realit në një. Nuk kanë pak tre fitore të bashkë. Gjithsesi unë mendoj që sot do të shohë kualifikimi është. Sepse duhen të bëjë po sot një bota ndjekë do futbolli është e heshtur dhe përshëndetuar në mënyrë të fajnë spektakël të gjatë.
Pra e gjithë vota, me njëse janë për Champions League në Europë, gjithë vota sot në vejtë këndër. Përse është maja të futbollit kotror. Sot është maja të futbollit kotror. Njëra i që në të shkojnë këndër. Vërtet. Avokat, nuk e di, kjo ka qenë një sezon praktikisht i çuditshëm, nëse mund ta quajmë shumë, për të paktën për një skuadër kaq të madhe siç është Reali Madridit. Megjithatë, kemi parë atëherë që edhe kur Reali nuk ka bindur në fushën e vlerë, ka treguar diçka komplet tjetër, edhe ka arritur madje edhe të fitoj me një thjeshtësi të jashtëzakonshme, do thoja, befasuese, tamam, pavarësisht nuk ka patur përballë. Shiko, është shumë e vërtetë që ky nuk është një sezon i zakonshëm për Realin Madrid dhe këtë tregon edhe fakti që Reali nuk ishte në ato peçën e parë të fazës së ligës. Dhe kjo renditje e Realit në 16 që luajti play-offin është edhe faktori pse Reali ndodhet kaq herët në një përballje me Bayernin. Sepse kalendari këto skuadra i çon në këtë drejtim për të përballur me ato favoritët, se thua. Ky është vërtet diçka një anomali për sezonin e Realit Madridit, i cili është mësuar që të jetë gjithmonë në ato linjat kryesore në radhët e para të renditjes. Neve na ka lënë një impresion ose jo vetëm neve, por në përgjithësi, mënyra se si u përball me City la një impresion ndoshta që Reali ishte pak më i fortë se sa ç'është në të vërtetë në këtë sezon, po flasim për formën aktuale, nuk po flasim për historinë apo për panelën e Realit. Dhe kur luajti me Bayernin në Munich, sikur erdhi pak në këmbë në tokë. Pra ishte sfidë më e vërtetë. Jo, përshtypja që ishte edhe pas ndeshjes konfirmoi atë që Bayerni në gjykimin tim ka diçka më shumë se Reali, si vjet të paktën ose në këto 2 javët apo muajin e fundit. Për mua Bayerni ka pasur gjatë gjithë këtij sezoni diçka më shumë. Kështu që kjo mund të jetë vetëm gjë që Reali sot, si thua, sepse kjo ndihet edhe nga lojtarët në fushë. A do hyjnë në fushë me këtë ide që ndoshta Bayerni ka diçka më shumë dhe ata duhet bëjnë diçka më shumë, apo do vazhdojnë të kenë atë vetdijen që ne jemi Reali dhe s'ka rëndësi se kush na del përpara? Sot kjo është një dilemë për mua, domethënë për atë që do dalim në fushë, sepse duhet kuptuar edhe që fusha në Munich, siç e treguan dhe statistikat, jo kur ka qenë historikisht e vështirë për Realin, imagjinoni tani se çfarë fusha është fusha e Munichut në përgjithësi, kështu që ka shumë spunto kjo ndeshje për të menduar edhe për të qenë kurioz pastaj për ta parë deri në fund edhe mendoj që do jetë sërish një ndeshje e luajtur deri në minutën e 90 dhe që skuadrat të dyja mendoj që kanë një arsye për të kualifikuar. Dhe kur është një ndeshje luftuar deri në fund, do jetë këtë e mendoj që do jetë. Në fakt Bellingham, për supozoj të jetë sot informacion e parë në Real, nga që kanë pyetur kryetarën gjerman, se kanë pyetur në Borussia Dortmund, ka thënë ka qenë 4 vjet për mua të qenë të mëshme të doja kundër Bayernit. Ata kanë luajnë një mënyrë shumë të nivelit shumë standard dhe aktemi tani që janë bërë shumë të shpejt. E kanë pas të merë, 4 vjet në Borussia Dortmund, të luajnë me Bayernin, luajnë atë rëndësi. Nuk e di se do ndodhi sot. Do shohim se çfarë do ndodh. Në fakt, Lorik nuk e di faktori fushë sa do të ndikojë në mbrëmjen e sotme tek skuadra e Realit Madridit. Do ndikojë, patjetër që do ndikojë, mendoj ndikojnë për të gjithë. Bernabeu, mbetet Bernabeu. Ndoshta jo stadiumi ku ka më së shumti dikim tek skuadra, sepse shpesh ai stadium mund të shndrohet edhe një peshë shumë më e vështirë për të përballë, shumë e rëndë. Sepse kur ti je mësuar të shfaqesh në teatr, kur ka mësuar të ketë majat e këtij sporti për 100 vjet, atëherë sa pak ulët pritshmëri niveli, rezultati, është normal që të gjithë njerëzit i shkojnë kundër. I shkojnë kundër sepse tradita ato është mësuar që të fitojnë. Në tradit nuk është që kemi diçka më pak në krahun tjetër. Sepse është nga kolosët e futbollit. Bayern është nga kolosët e futbollit. Është shumë larg në aspektin e titujve në Evropë, por nga aspekti e finaleve nuk është shumë larg. Në aspektin e sa prezencë ka pas, në aspektin e çfarë përfaqëson. Peshës së Fanellës, është traditë, është Bavaria. Përveç Gjermania është edhe Bavaria. Është talo edhe më prestigjioze aristokrate, sidomos kur është një rezultat i tillë. Ka shumë arsye që e quajmë finalet të parakoshme. Absolutisht. Por sonte besoj që
po i pyetësh lojtarët më shumë kishin pasion se kjo ndeshje të ndodhet prapë në Bernabeu. Është merita e Bayernit që ka arritur, pastaj nuk besoj që ka shumë stadiume të tillë ku Reali e ka një bilans kaq negativ. Po, e vërtet. Do vërtet Nuk ka një fushë tjetër. një fushë kaq negativ. Kështu që gjasat janë dhe dritat janë për të shkuar, për të anuar për Bayernin. Por asnjëri prej ne nuk është këtu budalla për të kuptuar që Reali thjesht do vjen, do luajë dhe do ikë në shtëpi. Që nuk ndodh asnjëherë. Të paktën te skuadra e Realit të Madridit nuk ndodh asnjëherë. Aq më tepër që ne themi shpesh që Reali e kanë ADN Championsin, kështu që edhe në ditët e veta më të këqija padyshim arrin ta gjejë rrugën drejt fitores. Zara, nuk e di, në ndeshjen e parë praktikisht Mbappé dhe Vinicius patën ato shanse të dyre përballë skuadrës së Bayernit të Muniut. Megjithatë, u ndalën nga portieri Neuer dhe besoj se do të jetë fokusi maksimal të dy elementët madrilez që ndoshta për të thënë vërtetën ende mund të kompleksoj pak në fushën e tjerë, ndoshta për shkak të presionit që mund të ndjejnë brenda vetes. Nuk e besoj sepse që këto të dy lojtarët kenë presion, ndjejnë presion sot, sepse në çdo ndeshje vëmendja maksimale e Realit Madridit apo e gjithë opinionit është pikërisht në këto dy lojtarë. Sepse me cilësitë që kanë janë ato dy lojtarë që duhet ta tërheqin edhe në ditë vështira Realin Madridit drejt fitore. Kështu që janë mësuar, janë të dy lojtarë të nivelit ndërkombëtar, nivelit botror, janë lojtarë të jashtëzakonshëm, janë mësuar me këtë lloj presionesh. Na kanë mësuar ndryshe nga ajo ndeshje e parë, sepse na kanë mësuar që dhe në ndeshje me vështirësitë e Realit Madridit, me ato pak raste që kanë pasur, ka qenë cinik dhe i kanë dhënë fitore Realit Madridit, ndërsa diç përdoruan shumë është vërtet, por që fakti që po tek këto lojtarë rrotullohet çdo gjë, është sepse e thisin vëmendjen dhe e kërkojnë këtë lloj përgjegjësie. Këto janë lojtarë që egzaltohen në përgjegjësi, egzaltohen në presion, dhe besoj që ai presion sot mund të bëjë edhe mirë sepse indikoj në nivelin që kanë këto, në nivelet që luajnë të futbollit rregullisht në ekipet kombëtare apo edhe në klubin e tyre Real Madrid, që të indikoj pjesa e presionit. Absolutisht. Deri nuk e di sa mendon që për shkak të skuadra e Realit Madridit ngesa një trajneri me eksperiencë, të paktën edhe në fazë kaq të rëndësishme të Champions League-s. Për mua person shumë, e kam thënë edhe herë tjetër në emisionin tonë që Arbeloa nuk është një për Real Madrid, nuk e ka kostumin për që të një Real Madrid. Në gjithë hera që ai nuk ketë por që mund të rritë një pacientë dhe tjetë i kushtin në futboll, Reali person shumë, Reali ka nevojë të një trajner performanca të tjera, sepse është vërtuar të puntuar. Ata dhe kanë thirrur Toni Kroos për të vënë të dyra përgatitje drejtuese të Realit Madridit dhe ai si bashkë me Luisino ka potencuar me patjetër të marrin Olise nga Bayern Munich për çdo çmim, çdo kusht, ka tërhequr atë nga Bayern Munich për shëndetarin e Realit Madridit. Nuk e di çfarë metodë se Bayern e ka ekonomistin e duar apo ka e ka ekonomistin e zgjuar, po edhe ekonomisti i Realit është i frikshëm. Është më pak. Që mendoj që do të ketë ata do të zgjidhin një kamë tjetër për masat dhe nivelin që ka Reali Madrid. Sepse aty do të jetë shumë dyshime, Ancelotti armon shumë mirë skuadrën e Real Madrid, por arma po shkojnë një tjetër. Tani ata duhet të vinë deri, ka shumë kohë që nuk vjen drejtar, nuk do dasi. I fundit ka shumë Bellingham, sa të thonë apo Mbappé, po Bellingham. Pra nuk është se kanë bërë goditje të mëdha si libero të vjen diku në mendje për shembull, mos të shkojnë për akoma para rezultateve. Ka një dua, është vetëm kropi. Nuk ka vita të skuadrës. Ai do të diskutojë. Po. Ai për mua është një trajner që i plotson disa kushte të tjera. E ka thënë edhe tjetër. Mund të punë të bëhet punë me Spanjë. Atë një do të kesh teknik, mësues, prim, shkollë, edukator. Është shumë komplekse si po ndalemi pak më gjatë se ç'duhet tek tema e trajnerit, sepse ndoshta mendoj unë në përfundim të kësaj ndeshje në rast kualifikimi Arbeloa ndoshta vazhdon edhe më tej edhe konfirmohet tek skuadra e Realit Madrid. Jo. Edhe po ta fitoj? Ja. Edhe nuk ka fitoj Real Madrid. Edhe nëse kualifikohet ndaj Bayernit dhe nëse kualifikohet ndaj Bayernit, që është domethënë një mision shumë është jashtë është titull, a? E di që është. Po, domethënë nëse shkon në një finale apo në gjysmë finale të luftuar.
përdosh. Gjithsesi, avokat, qëndrojmë edhe pak tek emrat e trajnerëve, sepse për të vërtetën edhe Vincent Kompany në fakt u paragjykua shumë në fillim Të kujton gjë kjo? Të kujton gjë? Po tani, pikërisht pra se ky vit i dytë i jep të gjithë të drejtën e botës, besoj trajnerit belg që nuk e di të jetë atje. Dhe është një shembull i mirë për të gjitha ato klube që nuk kanë durimin e duhur për t'i besuar trajnerëve në një kozgjatje. Besohet e filozofia e trajnerit. Filozofia e trajnerit dhe një kozgjatje të arsyeshme dhe që trajnerin ta ndihmojnë në element që janë funksional ndaj idesë të futbollit. Domethënë, Bayern Munich apo Real Madridit nuk ka vështirësi për të siguruar lojtarë të disa cilësive të caktuara. Por ajo që ndodhi me Xavi Alonso për shembull te Reali, mund të kishte ndodhur vjet te Bayerni, po të kishin qenë pak më frenetik, siç u tregua si vjet në mënyrë të çuditshme për mua Reali, për mua, për Xavi Alonso. Dhe kur dalin pasaj të llatet që kanë qenë arsye, se thua, të shijeve apo të pakëndësive të lojtarëve që kanë quar në këtë shkarkimin e largimin e Xavi Alonsos, mua këtu më duket sikur te Reali nuk po funksionon diçka, se që Reali ka financa që jo Olizen, ata le të japin çmimin 200 milion. Ata ekonomisti i Realit nuk ka frikë nga zero, ka treguar historikisht këtë pjesë. Nuk e di shumë pasuar dhe në Norvegjia. Po patjetër. Por fryma e Realit mund të ndodhi në një gjë, sepse gjithmonë filozofia e Realit ka qenë asnjë njeri nuk është më i madh se kamiseta blanka. Domethënë asnjë lojtar, Figo, Pushkash, asnjëri. Asnjë nuk është më i madh se sa emri i kësaj skuadre. Kështu që edhe kur flasim për Klopp, nëse diskutohet Klopp është trajner që nuk pranon dot kapriço brenda dhomave të zhdeshjes. Ose se çfarë do të sjellin ngjarjet, unë nuk mund ta parashikoj, po fokusi duhet të jetë që të jetë një trajner, por mua duhet të ishte vazhduar Xavi Alonso, siç vazhdoi Vincent Kompany vjet. Nuk i mori rezultatet dhe ai doli në testë. Peshë nuk ndryshoi ama. Ai Xavi Alonso ai vishej kërkofare, po Vincent Kompany na mundi edhe ke veshja, se ne e kritikuam Veloja, kritikuam Veloja, ai si vjen i vuri për para. Ai është për të bukur tani që ka fituar çfarë ndeshje, i vuri për para. Domethënë ai ka treguar suksesi. Ishte i vendosur se i vete veta, jo vetëm ke futbolli, por edhe ke veshja, se vazhdon me ato pantallona pa atë xhubi. Lorik, për të vazhduar diskutimin, Olizen në fakt është një nga ata që le të themi shkëlqeu në ndeshjen e parë edhe aktualisht besoj shihet si rreziku numër 1 që i kanosat mbrojtjes Realit Madridit. Aliseu është shënduar në këto profile të cilën bëhen lojtarë spikator dhe marrin sipër pastaj një pjesë madhe të lojës të Bayernit. Sepse shpesh herë kalojnë gjenerado të kush do jetë Robben i radhës, kush do jetë Ribéry i radhës, kush do jetë ka sulmuesët, kush do merr vendin e Lewandowskit, apo kush do jetë ka sulmuesët. Dhe gjithmonë rikthehen. Disa herë disa janë munduar të kapin, nuk e kanë arrit, por kanë atë le të themi fuqi, organizim, drejtim të klubit, të skuadrës që i gjejnë gjithmonë këta lojtarë. Në këtë rast Odisej është një lojtar që nuk është që kishin dëgjuar shumë, pavarësisht moshës së tij është vërtet i ri, nuk është që kishin dëgjuar shumë. Filloi emri i tij dhe me një kohë shumë të shpejt nga një emër të cilë sa fillojshim me u familiarizu me ta, u shndrua një lojtar që është shpërtheu në syrin e gjithëve. Është shpërtheu duke marrë peshën jashtëzakonisht të madhe. Unë isha në stadium në Bergamo në play-offin kundër Atalanta Bayern. Më duket që kishte dy kategori diferencë në të Atalantës. Edhe nga televizioni duke një të gjë. Domethënë ishte diçka e jashtëzakonshme. Dhe duke e ditë që ka fatin që duke qenë në këtë klub, do ketë edhe kampionatin botëror ku në këtë rast do ketë Mbappé me vete. Unë e shoh shumë vështirë se kush do jetë në 10 vitet e ardhshme nëse vazhdon në këtë ritëm, që jo vetëm ta rrezikon vendin e Olises të Bayern, por edhe te ekipi kombëtar. Është vërtet diçka jashtëzakonshme për të parë dhe janë tipik ta winger modern që luajnë futën teknik të shpejt, godasin, gjuajnë
Aset dhe do sulmues. thoja, unë ta përmendim pa Absolutisht. frikë fjalën aset, por Ai ka vënë një cilësi të numrit të asist, siç e vënë re dhe pjesën e asist, ai ka një cilësi që nuk ka vetëm driblimi, pa ai edhe zgjedh pasin. Domethënë, kjo është një cilësi shumë e veçantë për këtë lloj kategorie lojtarësh që dita kërkoj atë shokun që është më mirë në pozicion. E ndihmon. Ja, në driblim dhe gjithmonë i shmarkuar dhe ka dhe Ndihmon cilësia teknike të gjitha, po kjo është një cilësi që jo domosdoshmërisht e kanë gjithmonë lojtarët këtë që të shikojnë pasin më të mirë për të dhënë. Kjo është shumë e veçantë. Ose e vërtet. Njëri nuk e di në lidhje edhe me cilësinë e Olise, duket sikur është një lojtar të vërtetë, ose ai thjesht lojën e tij, po është edhe i jashtëzakonshëm edhe shumë efektiv. Nuk e di, mendon që ndoshta edhe në nxjerrje ka të pak shumë ndoshta jashtë ato llogarive të madrilenëve në ndeshjen e shkuar. Për mua po, është e vërtet, ideja e fundit e shohim nëse Bayern Munich do të futusi i divisionin e Champions një kandidatur shumë fort për shumë popular, në kategorinë e francez, dhe shumë që besoj sepse është një lojtar që po shëndrim tani në gjithë Europën. Në dakord me çfarë në këto që ndrimi i tij nga teknik, se mos të ndihmin dhe në futën një turnie, është një vit janë zakonshëm dhe ai fillon situata një herë pasaj se është një voditë shumë e mirë. Për mua është një nga figurat më të kompletuar në momentin për kohën që ka dhe për elementin që të thonë. Dhe për sot ai do jetë si një profesor i rastit. Është momenti që do ndjekim informacione dhe tani se menjëherë me informacionin e Bayernit të Muniut, Lorit Teleportit. Bayern reprezenton ato çfarë na kanë mësuar në 4-2-3, majnë një Neuer në port, që e pam që nëse mbetet në qëndrimin e tij, në thjeshtësinë e tij, vazhdon të jetë ndoshta në portierët më të mirë në botë. Jonathan Tah Upamecano në qendër të mbrojtjes, Lajmer Stanisic në krah, para mbrojtjes Pavlovic dhe Kimmich, Gnabry në suport të Luis Diaz në majt, Harry Kane dhe Olise është e njëjta skuadër që na propozon në krahasim me ndeshjen e parë në Madrid. Më vetëm të shohim që kemi 3 nga 4 lojtarë të mbrojtjes që janë me karton të verë. Një skuadër e ekuilibruar me intensitet, me shpejtësi, me dinamizëm, që gjithmonë për mendimin tim nëse ka një pikë të dot mbetet njëri nga qendërmbrojtësit e skuadrës. Shohim edhe informacionin e skuadrës së Realit të Madridit, Xhafa Teleportit. Real Madrid dhe informacionin 4-3-3 apo dhe 4-4-2 në From Rome, sepse Brahim Diaz është një lojtar që mund mbuloj shumë role duke pasur parasysh karakteristikat që ka një lojtar. Vjen me Lunin Port që ndeshjen e kaluar më thash, mungesa e Courtois dhe diferencën. Diferencën e bën të dy skuadrat e bën portier. Alexander Arnold me krahun e djathtë, Militao me Rudiger dhe Mendy me krahun e majtë. Besoj që është kallësha më e mirë që mund të ishte Real Madridit për sot. Në një ndeshje kaq të vështirë, besoj që edhe Militao është një për mënyrën si luan, për mënyrën se si i ka dy luftimet, sot i duhet më shumë se kur Real Madridit. Është rrallë herë që kanë mujtë me propozu këtë kashë. Sepse në çdo moment të vitit ka pas një dëmtim të lirë nga këtë. Paktën nisë, ka pas momente që kanë qenë të katër. Në mesin e fushës zgjedhur Valverde, Bellingham dhe Arda Güler, në mungesë edhe të Chouameni, po edhe pitar zgjedhur sot jashtë, kanë zgjedhur lojtarë me plejë, lojtarë me eksperiencë, si Bellingham, Valverde dhe Arda Güler, dhe në sulm Vinicius Junior, Mbappé dhe Brahim Diaz. Sot janë zgjedhur lojtarë që kërkon kjo nga, lojtarë me peshë, lojtarë, edhe pse Bellingham nuk vjen në formën e tij më të mirë, nga një mungesë e gjatë dëmtimi. Sot është natë që duhen lojtarë me peshë, duhen lojtarë me personalitet, sepse atë që do thonë të prapë përpara është një fushë që kërkon personalitet. Duke qenë se Real Madrid nuk e ka pasur asnjëherë thjesht, nuk është e thjeshtë filluar sot me 18 vjeçar, me 19 vjeçar, duhen lojtarë që e kanë në traditë. Edhe që mund ta përballojnë në mënyrë absolute, besoj unë, presionin, sepse me një mbrëmje si kjo e sotmja duhet. Patjetër që janë zgjedhur edhe shumë lojtarë me të parë ofensive, gjë që jep sinjale që Real Madridi ka ardhur për ta tentuar këtë ndeshje. Absolutisht. Avokat, nuk e di, duke parë informacionin fakte të dyja skuadrave, nuk e di, mendon që çdo gjë do të përfundojë brenda 90 minutave apo shpirtërisht duhet të përgatitemi për diçka më tepër. Kjo ndeshje i ka të gjitha, por unë si vjet jam i bitur që Bayerni e kalon. Edhe e kalon brenda 90 minutave. Domethënë, pastaj kjo ndeshje nuk mund të ketë parashikime, po Bayerni si vjet duket më i fortë. Duket më i fortë. Fjeri? Për ty, duhet më i fortë, jam dakord. Bashkohen edhe parashikimet e dëshirat apo jo? Sot dëshirë më vjen gjithmonë, unë po nga ato që shpëtojnë, dhe se Bayern shpëtojnë, por në numrin e efektivit të çekës. Sepse ai ka
Bëjmë dhe pushim, reali disa vite. Por historia është sot është e hapur në ndeshje. Është e hapur Vinicius dhe Mbappé për mua janë sulmues më të rëndësishëm sot në Europë. Ata në rast të gjejnë aftësira prapa në shumë vite, vizoj këtu dhe highlights dhe ndeshjes parë të luajtur në Madrid. Ata kanë munduar ora në Madrid për në rit për të jetuar ishte një formë shqyqyre, por të përgatimet të sulmues të Reali. Reali është rëndësishëm, Reali është Reali, që do të ndodhë. Që për mua përkuptimi është një hapë. Vështira është një shumë. Absolutisht. Mirë, ne do të kalojmë te ndeshja tjetër sepse Arsenali mbetet vërtet i pamposhtur në UEFA Champions League. Pikërisht këtë rekord do ta thyej tashmë Sportingu dhe për të thënë vërtet më duket sikur fitoren e ka të vetmin opsion për të siguruar kualifikimin për në gjysmën finale. Në fakt edhe pse vuajti jo pak skuadra Arsenali doli që fal cinizmi të siguroj vetes një avantazh minimal, megjithatë shumë të rëndësishëm në këtë fazë të Champions League-s. Gjatë, nisim sot. Ka ardhur me një fazë shumë të rëndësishme të Champions League-s dhe ka pasur edhe fazën e vetë në pjesën e shokut, mendojmë, sepse në momentin më të keq që po kalon Arsenali si kampionat edhe në Champions në formën që ka treguar, është përballur me Bayer Leverkusen dhe me Sportingun Lisbonës. Mos harrojmë që me Bayer Leverkusen ndeshjen e parë u shpëtua nga një penallti në fund shumë të diskutueshme që e komentuam këtu, pothuajse pa kontakt fare. Në ndeshjen e parë po ashtu me Sportingun Lisbonës vuajti jashtë mase. Base kualitetit, jo base po kualitetit që ka Arsenali në momentet caktuara e bën diferencën dhe e fitoi ndeshjen, por që ajo që pa në 90 minuta pa një Arsenal me shumë probleme. Ne flasim për një skuadër që në 5 ndeshjet e fundit ka fituar vetëm me Leverkusen edhe me Sportingun në Champions League. Praktikisht ka 3 humbje dhe 2 fitore. Gjë që tregon formën e dobët të Bayer Leverkusen, të Arsenalit. Dhe kjo më përforcon idenë që ka pasur fatin me vete që në momentin më të vështirë të kampionatit, të gjithë sezonit të tij, ka pasur fatin në short sepse nëse sot përballë kishte pasur një midis Realit apo Bayern Munich në mënyrën se si po luan, unë besoj që do kishte shumë vështirë për çdo gjë. Absolutisht. Ne do të kemi No, po çështë. pse? E tregon Naza. Ku në shoqëri kam edhe fanca të Arsenalit. Dhe njëra nga ta shokët e fanca të Arsenalit është Dugargjini baba i Dua Lipës. Ai është fanci i shmendur i Arsenalit. Edhe në këto rizë e rrjeteve sociale doli ai rizi i filmit The Wolf of Wall Street, ku është një moment thojnë fillimi i sezonit të Arsenalit, ose një pjesë ku janë të gjithë në anije duke kërcyer me shoqëri parti deti qet, dhe është pjesa e rizit ku është fundi i sezonit të Arsenalit, ku janë në mesin e asaj tempestës, ajo surrije së madhe. Edhe e qeshmi, po e kanë kështu si me zorë, Arsenali është vërtet që është një historie të cilët të mësuar që të bojnë diçka të jashtëzakonshme, por në momentin e fundit konkretizimit asnjëherë nuk e kanë bërë një hap më tutje. E vërtet. Dhe fakti është që këtë vit edhe me thënë vërtet ka pas shortin, po për na jep një ndjesi që nuk është ai Arsenali që e kemi parë në fazën e grupeve, nuk e diskutosh edhe fitoren e Arsenalit. Por vërtet një grup mundët Bayerni ishin përpara, jo në një moment ku duhet anglisht thojnë to deliver. Duhet me dhënë rezultatin. Dhe këto e kanë edhe në Champions, edhe në kampionat ku janë e kishin në dorë dhe kanë vështirësi tani dhe në këtë kompeticion. Por në fundit ajo fitoria dhe ai goli në fund është diçka që mund vlen jashtëzakonisht shumë. Fitore pragmatiste, ashtu siç duhet tek e fundit. Dhe e kanë fatin që janë në krahun dhe se kanë këtë nivel që janë ka krahë të më të forta më top. Një çik më dopte kanë krahë. Një çik më dopte kanë. Që jeni mos i di. Jo të dop. Pak më të dop. Kështu që nëse dojnë me tregu të vërtet ky është një vit njëri në tetën kompeticion duhet ta marrin. Me patjetër. Gjithsesi, Lorik nuk e di për ty në drejtimin e Artetës, mendoj që Arsenali është një skuadër më e pjekur, më e konsoliduar, pavarësisht se në kampionat i ka patur, sidomos në javët e fundit, disa luhate që ndoshta ta rrezikoi edhe titullin, në varësi të fjala më e pjekur është vështirë me ta thonë. Nuk të pëlqen? Nuk të pëlqen për Arsenalin? Jo, nuk është fjala e duhur më e pjekur. Sepse kur një trajner me pak eksperiencë vjen, vërtet që ta bën ai një skuadër më të pjekur. Mund ta bën një skuadër më të sigurt nga identiteti vet dhe çfarë kërkon nga loja. Ata ka dëshmuar Arsenali. Arsenali është Arsenali. Sa i sigurt? Jo, në Arsenali është mos harroj.
jemi të folë për një Arsenal që as nuk u kualifikote në Champions, edhe nëse u kualifikote në Champions me vite me radhë. Jemi të folë për një Arsenal që vitin e kaluar ishte në gjysmëfinale, në çeyrtfinale, finale dhe po thep, tash u shtrënguni siguri që është një pjekuri në vete. Po nga një pjekuri një skuadër që u bë realiteti Championsit, me u bë një pretendent, është pa një botë diferencë. Rodhën shumë duhet të shumë gjëra. Deri nuk e di në shtëpinë e tyre duket sikur të gjithë presin që Arsenali ta tregojnë maksimum atë forcën e vërtet, duke mos menduar shumë edhe për atë avantazhin minimal që kanë siguruar nga takimi i parë. Natyrisht, ajo pritet. Jam dakord për Euritën që Torçin Arsenalit në fund përdorën mbaruar të lagut, dhe vuajnë shumë fitore. Se rrinë det, prandaj. Laget vuajnë shumë, e votë që vuajnë më tepër në të dy javë janë të forcët e Arsenalit. E Torçin dhe Zabani Brani. Ata vetëm do vuajnë. Sepse i dyti ta kanë thënë edhe me Albanian për i dyti vuan më shumë. Po mirë vitin fundit, po marrë, dhe vuajnë gjithë ato rrugë, i dyti ishme i humbur nga gjithë. Ishme i humbur nga gjithë. Që ka përta në stuja për vjetër i kampionat, ata po humbur dhe premier. Po i vjen City për të marrë, të shtuam të javë, unë nuk shoh asnjë shpresë se ka fare. Ja, nuk kam shpresë se fitoj kampionat. Vetëm një ndeshje pa i mendur. Një ndeshje pa i mendur atyre me Real Madrid që bëri çuditëra i Rajs. Çudinë bën në minjeta, ata çudinë bën në minjeta. Nuk po bën as një gjurmë. Fundi i tyre është për të me barutë të argu. Torçin barutë të argu ka nacional në kampionë. Kanë gjithë tjetër, çfarë nuk i bën aty Arsenal, Wenger. I mbajtja i griti, po i sfitoj asgjë as ai Arsenal. Dhe po kemi politikë të ndërtuar. Besoj që nuk e di po. Të shohim edhe çfarë do ndodhë nëse do të lagjet edhe këtu baruti edhe në mbrëmjen e sotme. Avokat, nuk e di, Sportingu e provoi praktikisht që mund të luante si barabar përballë Arsenalit, pavarësisht të gjithë fjalëve të mira që ne po themi këtu në studio për Torçin të Londrës, u duk goxha mirë edhe në ndeshjen e parë, pavarësisht rezultatit final. Ndeshja e kaluar mund ta themi pa frikë që nuk kishte asgjë të çuditshme po dilte barazim. Pra, nëse ndeshja e kaluar të dytë edhe po ta fitonte Sporting. Po mirë, po nisemi nga fakti që fitoi Arsenali, pra ishte edhe kjo që thotë Xhafa qëndron. Është një skuadër që që ndryshoi shumë në vitet e fundit. Përgjithësi skuadrat portugeze nuk kanë 2-3 vjet me radhë të njëjtën skuadër. Dhe nga kjo pikpamje, për aq kohë sa ka qenë bashkë skuadra që të arrijë në teçën e Evropës, pavarësisht të rrugës se nga ka kaluar, për të është një fitore shumë e madhe dhe në javën e shkuar përballë me Arsenalin në mënyrën më të mirë. Sonte kanë çifte dizavantazhe që ndërsymuesin e ka të dënuar me 2 kartona dhe nuk do ta ketë si ka Gonzalez, Suarez. Po. Suarez po një nga sundje ka me 2 kartona kam përshtypjen. Avokat do e diskutojmë këtë informacionin, kështu që jemi në limite flasim për informacion. Fusha e Arsenalit mbetet fushë e vështirë për këto lloj skuadrash, që nuk e kanë atë zakonin e këtyre ndeshjeve. Kështu që shikojmë çfarë do bëj sot, po Arsenali me atë hap që ka hedhur javën e kaluar i ka dhënë vetes një avantazh. Kryesore edhe të performancave të Arsenalit është Gabriel dhe Saliba, mos ke rënë atë tin kampionë në krahun e majt, Declan Rice dhe Zubimendi në qendër të mesfushës dhe 4 asumit Eze në mbështetje të Martinelli në majt, Madueke dhe suedezi Gyökeres në qendër të Është kryer Eze, do të thënë që është kryer SGO. Mirë, do shkojmë edhe tek rrestimi i Sportingut, Xhafa Terapi. Sportingu vjen me formacionin e saj tip 4-2-3-1, është një skuadër shumë e shpejtë, është një skuadër që luan shumë vertikal, është një skuadër që gjatë gjithë kohën kërkon sfida, një kundra një nga krahët sepse e ka këtë cilësi për të konkretizuar gjithmonë tek një që do sulmues Suarez, që do bën një edicion të jashtëzakonshëm. Problematika e kësaj skuadre është diferenca që luan brenda dhe jashtë. Sepse brenda në shtëpi është një skuadër duket si e barabartë me këtë, kurse kur udhton jashtë vetëm problematikë që ka, nuk është në të njëjtin nivel, duket sikur kanë nevojë për atë vlerësinë e stadiumit të tyre. Mos e vërtet. Çuna faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Ne do ndalemi pikërisht këtu për të lënë në shoqërinë e emocioneve që duron UEFA Champions League.
Mbarë sigurisht do të shihemi në orën 23 për të bërë analizën e plotë të mbrëmjes së sot në Champions. Shikim të vazhdojmë. Pa, mos të vizë 5 minuta se do të një gjerim të vogël për drizë. Po me mikrofona pa mikrofona? Hadi Gjegi. Maestro? Maestro? Do t'jesh një duhet prezent, duhet asë prezent, vetëm mos ta kem tavolinë poshtë. Mobilje! Po, mikrofonën s'ka duesh. Po vajte këtë mos avim të mërish nga të mërish. Mirë. Mirë? Do ta sekim të zhërë. Po ju jo, një që njëri. Sta një që që ka kamerën të freshën, të jarë të zhërë. Që do lidhesh me plan e kamerës? Me këtë kamerës, të profesorës? Po, do lidhet pastaj. Me këtë vetë. Do të vetë ne, vetëm për të thënë. Të ka shumë pak të. Mikrofonin e të në shumë. Okej, do të gati eva? Do doja që telefonat mos i kishin dorë. Se çupa. Po natyral, e kemi telefon. Jemi gati eva? 3, 2, 1, jemi eva. Studio Champions rikthehet në super ndeshje në javën që vjen. Nga unë Eva Murati, por mos ikni prej vërteti, se Jo. gjas. Ero, i kemi 80%, ha? Po folës, okej, po të mund të fikim, e në gani qëtësi, ju lutën qëtësi, po, tjesë. 3, 2, 1, e provojme. Studio Champions rikthehet në super ndeshje në javën që vjen. E deri atëherë nga unë Eva Murati, natën e mirë. Duhet sa më shumë, no? Qof atje? Duhet e një. Prejtim se tonë. 3, 2, 1, jepe va. Studio Champions rikthehet në super ndeshje në javën që vjen. E deri atëherë nga unë Eva Murati, natën e mirë. Okej, stop, të dhe kanë e punë, ma po të jave të shumë të dyka. Ja? Do të një dyka të shqipë për pak. A i do me në vizje, mbyllë si gjithmonë, po. Okej. Se jeni, po. Se mjezik në se ga e qimet. Në thonë të drejtët, jo për të thënë të drejtët, se nuk është e një dhe gjë. Në thonë të kujtimi. Super, ja erdhe e Jo, deri. ishte më i qëtë. Ja erdhe e deri. Erdi pra i deri, të historie. Ate ka i djepo. Nuk e i pamat, i kujtoj, do keni këtë dhe halla merdi, dhe që keni braja. Unë jam javanxime, o gjahë. Po i dikë në shkarë, Pa të kjeru të jo. Unë kam bregu kaj.
Ne kemi njerëz po. Ka problem. Zgjidhni shtretin, Kalon shpejt. zgjidhni shtretin, se kam hapur. Jam të Kemi qartë që? Fondo 3. Mbaruam. Jo, po më do. Të lutem e lumtur. Jo, në këtë gjendje. Më pëlqen që më marr të njëjtën dozën e ilaçit. E lumtur. E lumtur. Po dëgjoj, avokat, tani jem shumë e sinqert. Po, të Ato lutem. video që hedhun për shembull, ti ke vënë që gjithë politikët e parë Nuk kam vënë re, sinqerisht, mund ta them sinqerisht, deri në këtë pikë. Po se çfarë ligji ka shoku i lartë? Sa Se mos të Shoku për stavolinën se Modifikate. Po, po. modifikate për stavolinën. Shqipimi të kamera në shëndë. Po, ajde të shqipim. Si të vjatë në një bërë. Në këtë të vërgjishme. Në këtë të vërgjishme. Ne një të kontere për Gati të rrot? Po. Për të mu fiki? Fiki. Me zë apo? Pa ti të që në zë. Ta të prapë? Tre, dy, një, jepi e ba. Studio Champions rikthehet me super ndeshje në javën që vjen. E deri atëherë, nga unë Eva Murati, na keni. Ikim. Edhe një ljukën, edhe ju dy shora. Gati? Tre, dy, një, qëndër e ba, jepi e ba. Studio Champions rikthehet me super ndeshje në javën që vjen. E deri atëherë, nga unë Eva Murati, na keni. Ikim. Okej, stop. Faleminderit. Ole! Una natën e mirë. Në mirë për Do shifemi me sa do shifemi? Po. Ja, se të Ja, me tjetër do shifemi me në maj. Okay, this lights bounce a little back on the white dress, but anyway, like I always tell you, like please don't watch the live, go watch the official broadcast on Thingsport 1 because I 100% look better than this. I don't know why, like every time I see myself on the TikTok camera, I dislike myself very much, but whatever. It was a really nice live. Now we were shooting also something else because we're gonna make like a new spot, a new commercial for Drink, the TV channel that I work in. So yep, that was it. I think I put like the wrong. I'm just gonna see something. Okay, I think I put like the wrong. Not the wrong time basically for the live, so I think like most of you will get like the notification at 9 o'clock, but it's not gonna be like it's not gonna be a show at 9 o'clock. 9 o'clock we start the match and we have like a super good match. Yes, these are like my very new shoe, and I love balancing, you know, I love balancing. Since wait a second, I'm just gonna do an outfit of the day. They look like chicken. No, wait. Here.
someone in here said that they look like chicken, and I'm going with it. Do they tickle you? They do. They do tickle, by the way. But it's funny because like I'm so super focused, like hyper focused on the show, and I don't feel basically anything else because like I just put my focus on the main camera, not this one, like the main broadcast camera, and I don't think about anything else. Even now I can feel them tickling me, but when the show is on, because it's live, it has like basically my full focus, so I don't mind. Oh no, I was saying about the balance because like since the shoes are like how can I say it, like since the shoe bring the drama, the dress is very, very simple. That's what I said, balancing. Hello. Do you ever get nervous? Well, I mean, every show is different, and of course it's like work by the end of the day. Sometimes you're gonna like outperform, you're gonna be better, sometimes you're not gonna be as good, but it's something that I love, and I've always loved this job. So this is like my 10th year in the Champions League. Soon it's gonna be like 10 full years working for the Champions League. So I love it, and no, I don't get nervous, but I just get like happy, full of emotions, full of love. Hi. People are moving in the background, and I'm not going to put the camera, but people are moving in the background, and I keep getting distracted. Hi. Kush është në panel? Më në fund, po e shoh një koment shqip se ikën të gjithë të tjerët, më duket se kur ky live im është vetëm të huaj, nuk ka fare shqiptar, pavarësisht se emisioni është në shqip. Sigurisht kemi si gjithmonë Lirim Zallën, se i kanë të gjithë karriget e ndara, kemi Erion Gjafën, avokat Emri Hickan dhe Lorik Canën. Më duket vetja pak çuditshëm kështu me bust kuqe, se nuk është se jam mësuar shumë ta shoh veten kështu, po it's okay. I was saying that not that I don't like myself as much with red lips, but I'm not used to seeing myself in a red lip, especially in a red lip and a white dress. No, Ferrari red. Yes, the nails are Ferrari red. I need to reapply this, but yeah, basically like the nails are Ferrari red because like I asked you guys about the color, what color should I put on my Instagram, and basically red was like the most common question, the most common answer. So I really need to go in a bit, so I'm not gonna stay here for a long time, you know that. But okay, let's stay here a little bit longer. Gjithsesi, nuk është se do të shpenzoj shumë kohë këtu, mund ta ktheni direkt te kanalin të Trink Sport Mishi, kështu që mund të më shihni atje, mund ta shihni ndeshjen atje. Viene a lavorare in Italia. Per il momento ho fatto un stop, a dire la verità, per i progetti in Italia. Credo che verrò, non verrò perché sto venendo
sto facendo praticamente sto facendo praticamente Tirana-Roma come se fossi, non so, lo stesso posto, ma no, verrò nel senso in Italia per vedere più i progetti in TV un po' più in avanti, non adesso. Sono sempre l'ansia perché non so quante cose posso dire, non posso dire. Mi ha preso. Sto soltanto leggendo i commenti. What is your favorite lip color? My favorite lip color, it's 100% nude, or maybe like maybe brown. Even brown, it's also good. Even like yesterday that I had more of nudish brown, I love it. I loved it. But like yesterday I had like a red dress, so the dress like took all the attention. Today like I have like a white dress, so the red lip can get all the attention. Balance, guys, always balance. Okay, I think I need to go now because like you cannot see them, but people are like, what doing like this to me, because I need to close the live and start working again, because I do so many other stuff. When the show is on, I need to produce content, I need to edit it, I need to take the photos, the pictures that I'm gonna take, that I'm gonna post like in the future weeks. So I really need to go. Mwah. Love you, love all of you, and we're gonna see each other again. Don't forget at 11 o'clock at 23. Here, of course, on TikTok, but also on the official broadcast on Tring Sport 1 for anyone who wants to watch the broadcast in Albanian. Mwah. Kisses, and see you later.